Përshëndetje dashur miq të Antena Televizion, ashtu siç ju paralajmërova pak minuta më parë, në fakt do të kemi përsëri një lidhje live e cila do të merret konkretisht me kush e ka radhën pas Belinda Balluku. Do të analizojmë në faktin se çfarë po ndodh konkretisht, jo vetëm Belinda Balluku pas sekurave, apo të paktën një koncept i tillë është përshkruar tashmë që vetë SPA ka kërkuar që tashmë Parlamenti ta dorëzoj apo të heqë imunitetin Belinda Ballukut, në anën tjetër gjithë kupola dhe gjithë struktura afër kryeministrisë, nga Akshi, biznesmen dhe njeriu në hije në Durrës, Agasi tashmë është narrati, zëvendës drejtori i policisë, njeri i cili bashkëpunon dhe të paktën sipas SPAK për të intimiduar dhe për të friksuar sipërmarrës cilët tentonin të aplikonin për të marrë tendera publik, dhe kjo është fatkeqësia e këtij vendi. Në anën tjetër, ka një përplasje të madhe tashmë midis kryeministit Rama dhe institucionit drejtësisë SPAK. Çfarë pritet të ndodhë? Çfarë pritet të vazhdojë? Kjo janë disa prej pikpyetjeve të mëdha. Por në anën tjetër, dhe kush do ta ketë radhën? Çfarë do të sjellë kjo goditje? Kam kënaqësinë, në fakt kem në një lidhje Skype një prej zërave më të rinj, por edhe një prej djemve cilën unë e vlerësoj për qëndrimet e tija, Ruel Domin. Ruel, përshëndetje. Ermal, të falenderoj për prezantimin edhe për ftesën, kënaqësi të këtu. Ruel, kënaqësia ime, do doja ta nisim me një Ruel si e pet ditën e sotme gjithë ngjarjet. Akshi, Gysa Agasi, njeriu që sipas Ametajt tashmë ka qenë eminenca grije kryeministit me grupet kriminale, biznesmen të arrestuar dhe zëvendës drejtor policie i pezulluar për momentin, i cili në fakt shërben si pjesë e grupeve kriminale që minin dhe shantazhonin biznesmen të caktuar për të tërhequr nga tenderat publik. Çfarë dhe si simbolizon ditën sot? Mendoj që ka qenë një ditë me shumë zhvillime, edhe nëse ka ndoshta një ditë në këto 12-13 vite të qeverisjes së zotit Rama që drejtësia i ka dhënë realisht një goditje qeverisjes së tij, partisë së tij, ndoshta dhe infrastrukturës politike që ka instaluar për kaq vite në Shqipëri, është dita sot, sepse përpos faktit që goditet Akshi edhe zonja Kaçanaj që ka ndoshta vetëm funksionare e shtetit shqiptar në këto 12 vite që në fakt nuk është marrë asnjë pyetje nga drejtësia, nuk është akuzuar nga drejtësia për asnjë lloj afere, ndërkohë që ne kemi parë koka politike të kputur në vitet e fundit. Momenti kur kjo ndodh, të tregojnë që ka një goditje ndaj pushtetit aktual dhe të mos harrojmë që SPAK-u gjithashtu i kërkoi parlamentit të heqjen e imunitetit për zonën kryeministre zonja Belinda Balluku, e cila me një vendim të gjykatës kushtetuese vijoi të qëndronte në zyrë përpos marrjes në akuzë për një sër veprash penale, dhe tani më SPAK-u kërkon arrestimin e saj. Edhe shohim një agravim të mazhorancës, një agravim të kryeministit Rama që ka në fakt disa ditë që e sulmon SPAK-un, por sot në një farë mënyrë i doli ballë për ballë, duke thënë që mazhoranca do të tregojë të vërtetën e saj, në një farë mënyrë duke shpallur një luftë SPAK-ut, dhe nga ana tjetër shohim një agravim ndaj të analistëve pranë qeverisë, të cilët për herë të parë pas shumë kohësh, po e anatemojnë SPAK-un, sepse duhet të kujtuar Ermal dhe për teleshikuesit që në një farë mënyrë retorika më e madhe anti-SPAK ka ardhur nga opozita deri tani, ka ardhur nga Partia Demokratike, nga zoti Berisha, pa arsye në fakt duke ditur që një pjesë e madhe e funksionarëve të akuzuar ose të marrë si panderë nga SPAK-u kanë ardhur nga mazhoranca, por zoti Berisha për shkak të frikës vetë personale ka sulmuar SPAK-un, tani më është dhe zoti Rama, i cili e sheh SPAK-un tek dera e tij dhe e sulmon në mënyrë të parashtur. Të kujtojmë që zoti Rama para një ditësh doli e foli hapur, sipas tij disa trimosha me patllake në Tojza nga Byroja Kombëtare e Hetimit kishin ardhur në kryeministri për të ekzekutuar një masë të caktuar të firmosur me vendim gjykate, dhe sipas kryeministit kishte pasur një përballje midis Gardës së Republikës që kishte kërkuar që agentët e BK-s të dorëzonin armët dhe agentët e BK-s që kishin vajtur aty për të zbatuar ligjin. Do të thotë kemi një tension institucional, një përplasje të drejtë për drejtë tani më
midis SPAK-ut dhe qeverisë, dhe kjo po ndodh ermal sepse për herë të parë zoti Rama ndjen kërcënim ndaj pushtetit të tij. Duket se rënia e Belinda Ballukut realisht mund ta kërcënojë në mënyrë të drejtë për drejtë zotin Rama, në ndryshim nga rënia e zotit Velia, që në një farë mënyrë kishte voli politike për Edi Ramën, duke ditë që rivali kryesor brenda partisë së tij u eliminua, në ndryshim nga largimi i Samir Tahirit apo i Arben Ahmetit nga skena politike, që po ashtu ishin me voli për zotin Rama, apo dhe emra të tjerë si Ilir Beqa dhe Lefter Koka, që nuk është se kishin një valencë madhe politike. Për Edi Ramën, rënia e Belinda Ballukut është e barabartë me rënien e tij politike, dhe prandaj po reagon kaq egërsisht. Në fakt, në qoftë se qëndron me këto zhvillime, Ruel, fakti që Dumani ka firmosur fletën me firmën e vet, fakti që tashmë Dumani ka dhënë një mesazh të fortë, a e shikoni Partinë Socialiste të çoroditur? Jashtëzakonisht të çoroditur, sepse ka domethënë një polarizim të madh. Unë e kam thënë edhe më parë dhe vjen ta them që në momentin kur SPAK-u të shkojë tek zoti Rama, dhe unë mendoj që ai ditë nuk është e largët, Partia Socialiste do të bëhet paketëse Partia Demokratike, nëse kemi parë konflikte të Partisë Demokratike që ne i shohim dhe sot. Në fakt tani më midis grupit Seliani që kërkon të marrë PD-n, edhe grupit Berisha që kërkon ta ruajë PD-n, por dhe konflikte të tjera që ne kemi parë brenda Partisë Demokratike në 4-5 vjet e fundit për çështjen e votës dhe jo vetëm, këto konflikte tani më do të transmetohen edhe nga Partia Socialiste, por arsye dhe drejtësia. Drejtësia e cila ka godit shumë figura të kësaj partie. Unë mendoj që Ermal nuk ka pikë dyshimi që kjo është një majorancë pali. Në fakt, mendoni se kjo që po ndodh në PD do transmetohet në PS në mënyrë të njëjtë, të ngjashme apo edhe më të frikshme? Të paktën të ngjashme. Të paktën të ngjashme, nuk e di nëse dhe edhe më frikshme. Mos harrojmë që Partia Socialiste është një parti shumë autoritare, është një parti me një disiplinë shumë të madhe politike. Të paktën të dhënat që kam unë, informacionet që kam unë, flasin për punë në mënyrë permanente të strukturave të zotit Velie, i cili pavarësisht është në burg kërkon të rimarrë Partinë Socialiste dhe luftën e ka frontale qoftë me Edi Ramën, qoftë me Belinda Ballukun, që ai konsideron si miqtë e tij politikë dhe si ata që e çuan aty ku ai është sot. Nga ana tjetër, ka një bashkëpunim midis Edi Ramës dhe Belinda Ballukut dhe strukturave të tyre për të ruajtur status quo e Partisë Socialiste, sepse ne e dimi mirë që zonja Balluku nuk ka ambicie politike, ka ambicie ekonomike, do të ruajë lobin ekonomik, po në ekonomik që ka fituar nga qeverisja, ndërkohë që zoti Rama kërkon të ruajë karrieren. Edhe kështu kësaj ka një marrëveshje midis këtyre dyve, dhe nga ana tjetër kemi zotin Velia, i cili është në burg prej SPAK-ut. Domethënë, është po prap drejtësia që në një farë mënyrë i ka provokuar këto dallg, e ka provokuar këtë baticë politike brenda Partisë Socialiste. Megjithatë, ajo që dua të them Ermal është që fakti që zoti Rama është i agravuar, fakti që zoti Rama është i shqetësuar, fakti që zoti Rama e ka thyer atë standardin që partia ai ka folur që ne nuk merrem me punën e drejtësisë, tani ai po bëhet si Sali Berisha apo merret me drejtësinë, to tregon që ka diçka që nuk shkon, to tregon që realisht arrestimi i zonës Balluku e kërcënon në mënyrë të drejtë për drejtë zotin Rama. Në fakt, e kërcënon drejt për drejt zotin Rama. Mendoni që Rama tashmë apo SPAK mund të guxojë dhe mund të trokasi tek dera e kryeministit Rama? E shikon të mundshme Ruel këtë gjë? Shumë të mundshme, sepse duhet të shohim pak Ermal edhe konditat, çfarë po ndodh tani në rajonin ton, konditat gjeopolitike. Ti ke në Serbi protesta që zgjasin për një vit, dhe vetëm sot Jared Kushner, dhëndri i presidentit Trump, edhe një prej një person shumë afër, qoftë me Ramën, qoftë me Vučićin, u toroq nga investimi 750 milionë euro që i do bënte në Beograd. Kjo për shkak të faktit që ka një krisje midis Vučićit edhe administratës amerikane. Në Rumani ne po shohim protesta, në Bullgari ra qeveria, në Greqi fermerët janë ngritur. Kështu që kjo valë protestash do vitë në Shqipëri, dhe si po vjen në Shqipëri, me protestën e zotit Lapaj, me një revolt të Saliani brenda Partisë Demokratike, me SPAK-un që godet Akshin, godet Belinda Ballukun, heton afera Sunday Saktej. Domethënë, në një farë mënyrë shohim ndodhi shumë të rëndësishme politike që na tregojnë për një farë mënyrë thyrjen e status quo politike të viteve të fundit, ku zoti Rama fitonte në mënyrë të rehatshme, dhe zoti Berisha, kuptohet, ishte partia më e madhe e opozitës, por sigurisht pa shanse reale për të ardhur në pushtet. Unë mendoj që
ky duopol është drejthyes për shkak të ndryshimit të konditave gjeopolitike dhe për shkak të drejtësisë e cila po bën punën e vet. Kështu që zoti Rama po i vjen ora, mendoj unë. Po i vjen ora. Nëse ndalojmë me këto zhvillime, Roel, nëse shikojmë edhe këto çfarë ka ndodhur, si e shpjegoni faktin që opozita, pavarësisht këto arritje që ju thoni për zotin Dumani, opozita dhe zoti Berisha përsëri e sulmojnë vetë zotin Dumani nga mëngjesi deri në darkë? Unë mendoj që janë halle personale. Pra vetë zoti Berisha është në hetim dhe në akuzë ndjes që në hetim. Është në akuzë nga Spaku. Kemi liderin tjetër të opozitës, zoti Meta, që është në paraburgim aktualisht. Ai është harruar në fakt Ruel, që kujtove ti se ai është harruar. Jo, ai është harruar, por ti ke edhe personazhe si Tedi Blushi për shkakun që dalin dhe mbrojnë zotin Meta me një pasion shumë të madh, ndërkohë që ajo që publiku duhet të mbajë mend gjithmonë është që zoti Meta akuzohet nga Spaku se këmben në vilën, këmben në ligjin me vil. Pra zoti Meta kalonte ligjin në parlament bashkë me të shoqen, duke përdor pozitën e tij politike për të përftuar pasuri civile për shkak ose dhe gjëra të tjera, udhtime, lukse, sultanete që vinë duke këmbyer pushtetin politik me ato ekonomik. Kështu që të shohësh opozitën që nuk mbështet Spakun, por që e dedikon veten e vet te mbrojtja e figurave politike thellësisht korruptuara si zoti Berisha apo dhe si zoti Meta, të tregojnë që ka një problem të madh. Pra në momentin kur pola politike e dy partive të kampit opozitar, pra Partisë Demokratike dhe PL-s, janë të dedikuara për mbrojtjen e këtyre figurave të vjetra që Spaku po i heton dhe po i akuzon, mos prit që opozita zyrtare të ketë të lavdërojë Spakun. Nga ana tjetër ka dhe një hipokrizi këtu, mendoj normal, që ne kemi diskutuar dhe herë tjera në këtë emision, por edhe jo vetëm, që në njërin anë Spaku është organizatë kriminale, sipas zotit Berisha dhe disa funksionarëve të tjerë, zotit Noka etj. Edhe është skapi i partisë. Nga ana tjetër, në momentin kur skapi i partisë Tojza heton, gjykon, akuzon funksionar të opozitës, të pushtetit, skapi bëhet Spak. Në njërin anë Spaku është organizatë kriminale, por nga ana tjetër çohen dosje në Spak ka funksionar të opozitës. Domethënë ka një hipokrizi shumë të madhe që jo vetëm ne që jemi analist politik edhe njerëz që merren me këtë punë, por edhe populli, njerëzit, shoqëria arrin ta nuhas. Dhe kjo ja ka ul, e kemi thënë edhe një herë tjetër, Partia Demokratike është djathtë i mykur politikisht, është parti pa kredibilitet sepse nuk ka qëndrueshmëri në qëndrimet e veta politike. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Ruel, qofse qëndrojmë me këto zhvillime, do doja të merrja një koment nga ju në gjithë të situatë që po ndodh. Si e shikoni lëvizjen e Salianit brenda Partisë Demokratike për plasjen me Flamun Nokën, apo prodhon kjo politika, apo prodhon më shumë sensacion mediatik? Unë mendoj që po i prodhon të dyja. Po i prodhon të dyja sepse e para një ka marr vëmendje, kjo nuk ka diskutim. E dyta është një lëvizje politike në themel të vet, pavarësisht se unë nga zoti Saliani fakt prisja më shumë qartësi politike dhe më shumë kurajo për të thënë që ne duam kokën e zotit Berisha në Tojza, kokën politike të tij, për duam që Sali Berisha të largohet. Flitet që në kryesinë e Partisë Demokratike ka pasur një debat të ashpër midis zotit Noka edhe zotit Saliani, ku zoti Noka akuzonte pa prova Salianin që Grida Duma kishte hyrë në tratativa për zgjedhjen e avokatit të popullit Endri Çabanit dhe që firmat e Partisë Demokratike për Endri Çabanin ishin në fakt për shkak të Grida Dumës dhe Salianit dhe jo për shkak të mungesës leadershipit, që është sigurisht akuzë qesharake, dhe çështja e Çabanit dhe zgjedhja e atij avokat të popullit, që temë tjetër që ne mund ta diskutojmë. Por në themelin vet ka pas debate me zotin Saliani dhe zotit Noka, dhe kuptohet këto pastaj janë paraprirë dhe mbasprirë në fakt edhe nga fortorët, qoftë zotit Berisha, qoftë zotit Noka, një përballje, qoftë zotit Saliani, një përballje, një luftë ftohtë, një luftë civile tjetër brenda Partisë Demokratike që unë mendoj me gjasa nuk do të prodhojë ndryshim politik, sepse ne kemi parë që në atë parti nëse Sali Berisha nuk hap krahun, nuk ka ndryshim leadershipi, por shohim në të paktën me çfarë shoh unë nga gjykimi im modest në mitingjet e zotit Saliani ka jo pak njerëz. Tani nuk e di se janë krahasim si është baza në raport me zotin Berisha, por ka jo pak njerëz. Kështu që ka dhe padyshim ka dhe valencë politike lëvizja e tij, por
Domethënë shumë interesante gjithë ato ditë, domethënë se ne nisëm gjithë bisedën duke thënë sa është ndoshta për unë gjykoj po shohësh historinë e tranzicionit politik shqiptar, këto ditë kanë qenë nga ditët më me intensitet politik. Pra ke zgjedhjen e avokatit të popullit, zgjedhjen e shefit BKH-s, zgjedhjen e shefit SPAK-ut, Akshin, Zonjën Balluku arrest, kemi protestën e Adriatik Lapajt para kryeministrisë. Domethënë ka shumë gjëra që në fakt mua më duket sikur janë të koordinuara me njëra tjetrën. Dhe mua më duket sikur aleatët strategjik të Shqipërisë, Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian po e trazojnë në këtë gjellën e politikës shqiptare, po e hedhin ingredient të ri në mënyrë që ajo gjella të dalë më mirë në këtë legjislaturë dhe ne mos të vijojmë, të provojmë syltjashin Rama Berisha, por kemi mundësi të provojmë një gjellë tjetër me më shumë shije që vinë nga aktorë të ndryshëm politik. Roel, nëse qëndrojmë në këto zhvillime, Adriatik Lapaj, një prej emrave i cili ishte premtues në politik, nga 80.000 vota ka përfunduar në 20 veta përballë kryeministrisë. 20 janë shumë, se po të vëmë tani, po gjete 5 aty je i pari. Bashkë me mua, e kupton? Po gjetën 5 veta atje që do t'jenë tani duke qëndruar para kryeministrisë. Si e shpjegon faktin që firuan 80.000 vota me njerë? Se minimalisht do t'ishin 100 veta. Shiko, unë fakt kam një gjykim, e kuptoj çfarë ti do të thuash, por unë kam një gjykim pak më të ndryshëm në sensin që unë nuk e kam numëruar sa veta janë këto se nuk e gjykova, se po ta gjykoj, po ta analizoj politikisht, ti jap, po them si ka mundësi, po them nga 80.000 vota përfunduan 20 veta. Pra, 20 veta është fakt. Qofse unë kam gënjur këtu që janë më shumë se 20 veta, më thuaj që po Ermal aty janë 300 veta, 500, 1000. Po unë aq kam pak. Nuk po them që ke gënjur, por unë nuk e kam numëruar vetë, por mund të jenë ndoshta çik më shumë se 20 veta, mund të jenë 50, 100 veta. Megjithatë, ajo që dua të them është që votat janë një gjë, për sa vota ti merr, dhe me sa e mbush ti sheshin është gjë tjetër. Pra, fakti që ti merr 80.000 vota apo 64.000 vota sa ka marrë zoti Lapaj, se 16.000 ishin vota në kuti të gabuar apo vota të pavlefshme. Ne nuk mund të presim që nga 64.000 vota, një pjesë të cilave janë diasporë, ti të kesh për shembull një numër të madh njerëzish që dalin në shesh, në dimër, në dhjetor, në një protestë të pathirrur. Unë e kuptoj që ajo që ti do të thuash që partitë të vogla kanë një mbështetje të limituar dhe ata kanë shumë punë për të bërë në këtë sens. Por unë mendoj, kjo është bindja ime, që ajo që po bën zoti Lapa është gjë pozitive. Pra është një lëvizje që ka potencial, është më mirë se sa pa protestë. Dhe nga ana tjetër, duhet të përshëndetur, kjo është sipas mendimit tim, edhe mund ta bëjmë edhe debat, për konsistencën, sepse po qëndron natë ditë para kryeministrisë, ka një protestë që ka bërë 4-5 ditë radhasi. PD-ja kur bën protesta shkon atje 2 orë, ikën, dëgjojmë për vala protestash dhe s'ka asgjë konkrete në fund. Kështu që kjo është një risi. Pastaj sa mbështetje ka dhe sa ka mundësi të i gjizë ndryshim politik, kjo është një gjë që ne mund ta diskutojmë. Për ta diskutuar, konsistencë për shembull ka treguar Arlind Qori ndryshe nga Adriatik Lapaj. Ka qenë më i qartë politikisht, i ka ditur ku duhet shkonte, ka vendosur piketat e veta, bëri një protestë përballë kuvendit që nuk u pasqyrua nga mediat, por kishte një pjesëmarrje e cila nuk po them masive, por ishte një pjesëmarrje që tregonte nerv. Pra, kjo konsistenca dhe koherenca duket se zotin Lapaj nuk e ka sjell në... Shiko, zoti Qori ka konsistencë ideologjike dhe padyshim që ai meriton durtrokitje për këtë gjë, dhe unë këtë gjë pak e kam parë edhe ke Partia Mundësia e Agron Shehe, që ata e thonë jemi të djathtë liberal dhe nuk bëjmë koalicion me komunistët. Ndërkohë që zoti Qori thotë unë jemi socialdemokrat apo jemi të majt demokratik dhe nuk bëjmë koalicion me parti të tjera ose parti që ne e konsiderojmë të korruptuar. Kështu që unë jam dakord me ty. Nga ana tjetër, këto dy partitë, qoftë Mundësia, qoftë Partia e Qorit, nuk kanë aksion politik Ermal, domethënë janë partitë të cilat ti nuk i sheh në shesh, se funja fare, një parti politike nuk shifen vetëm ke deklarata të shtypa apo dalit në studio. Në shesh ishte zoti Qori para 5 ditësh, po të them. Por ka dalë vetëm një ditë. Pra pse s'ka dalë që se zoti Qori ishte konsistent, zoti Qori atë protestë shumë legjitime,
për shumë kaza të drejta du ta bënte siç po bën zoti Lapaj, 4, 5, 6 ditë, 7 ditë si në radhë. zoti Lapaj kur ai ka një metodologji ndryshe se ti imponohesh tani këtej ishan ata si komunist, këtej sillesh vetë si komunist që i thua duhet ta bënde si ky. Ata kanë zgjedhur një zgjedhje tjetër. Pra koherenca politike është në terma afatgjatë, se zoti Lapaj mos mendo se do flete kryeministria. Shiko, komunizmi është term ideologjik që nuk ka lidhje me dhënien e mendimit ose me të imponuarit ndaj një force. Me imponimin si term themu, se ti thua zoti Lapaj zoti Qori të bëj si zoti Lapaj. Pse duhet bëj zoti Qori si zoti Lapaj? Unë nuk e thash të gjë, thjesht duke ditë që tjerë malë bërë një krahasim midis dy standardeve të protestave, unë po them që nëse flasim për konsistencë në protesta, unë konsistencën e shoh te zoti Lapaj, ndërkohë që bie dakord me ty që nëse flasim për konsistencë të përgjithshme ideopolitike, unë konsistencën e shoh te zoti Qori. Pra unë do doja që zoti Lapaj të mos bënte koalicion me zotin Shabani, në një kohë kur zoti Shabani është një liberal social-demokrat dhe zoti Lapaj quhen veten të djathtë. Dhe këtu zoti Qori ka shumë drejt. Nga ana tjetër unë doja që zoti Qori këtë protestë që e ka nisur, dakor? Ta avionte nëse do të jetë konsistencë, edhe të shkosh të dalësh në shesh dhe të bësh protestë 3-4 orë, nuk është se ka një vlerë aq më tepër kur po përballesh me një regjim i cili përdor, domethënë çdo mjet, nuk është një parti normale, si një pushtet normal. Kam kurështje pyetje, po kur bën protestë dhe shkon 5 orë në shtëpi dhe kthehesh prap, ç'a nuk kupton kjo? Unë mendoj që protesta ka nevojë për konsistencë. Një prej një farë ankesave që unë kam po patjetër, me shumë kënaqësi. Një prej kritikave që unë kam për si mënyrën se janë bërë protestat në Shqipëri në shumë vite tranzicion politik është që janë protesta që ka vajt partia para kryeministrisë pa objektiv politik, me objektiva politik të fryra, pra rrëzimi i qeverisë, stiki qeveria, qeveri teknike, qeveri tranzitore, nuk ikim ne pa ikur Edi Rama etj. 3-4 orë protest, kanë ikur dhe nuk kanë ndodhur asgjë. Ndërkohë që zoti Lapaj, mendoj unë, në këtë protestë e thot qartë, ne duam largimin e zotit Rama. Gjasa janë që zoti Lapaj nuk do arrijë kurrë të gjë. Do mendoj që s'do të arrijë kurrë të gjë. Por zoti Lapaj ka 4-5 ditë pa rreshtu që rrin aty në shesh dhe thot unë dua largimin e zotit Rama. Mua kjo më duket më konsistente se sa të thuash dua largimin e zotit Rama për 3-4 orë dhe pastaj të kthesh në seli. Unë kështu e shoh. E shikon data 20 që do të ketë një shpërthim masiv në rrugët e protesta kombëtare ose një protestë masive që ka thritur zoti Lapaj? Se mendojmë pastaj 22 është zoti Berisha, se i kanë bërë me datë këta, njëri tjetri. Jo, nuk mendoj që të jetë protestë masive sepse ne kemi shumë probleme, domethënë, sidomos në vitet e fundit ka një atrofizim të shoqërisë shqiptare, ka një farë mënyre një lloj letargjie politike, letargjie shoqërore, në cilën shoqëria shqiptare ka rënë dhe njerëzit nuk po reagojnë më, domethënë njerëzit thjesht kanë rënë, janë bërë palë me këtë sistem, janë bërë palë me Ramën, thonë Rama alternativ më të mundshme përballë vetes ka Berishën. Me Saliun nuk bëhemi kurrë, kështu që do qëndrojmë me Ramën dhe njerëzit thjesht nuk dalin. Tani që ka njerëz aktivistë të shoqërisë civile që dalin, patjetër që po. Edhe unë mendoj që ata njerëz meritojnë mbështetje, por në aspektin e ngjizjes së një lëvizje të madhe, si atë protestat që ne kemi parë në Serbi apo në Bullgari apo në Rumani muajt e fundit, nuk ka për të ndodhur, se ne njohim shoqërinë shqiptare. Më gacmoi diçka në fakt tek protesta e Lapajt. Kur ishte rradha për të protestuar zoti Berisha, policët u sollën dhunshëm ndaj zotit Lapaj për ta larguar atë nga kryeministria. Çfarë do të thotë kjo për ty si i ri dhe a ka kjo një mesazh politik nga pas? Sigurisht që ka mesazh politik nga pas që Edi Rama zgjedh opozitën, ai thotë s'dua unë zotin Adriatik Lapaj, thotë se Adriatik Lapaj është i vogël tani, po një ditë mund të bëhet një parti më e madhe dhe të rrezikojë. Unë dua Saliun përballë. Dhe shiko çka ka ndodhur se ne kjo është teori konspiracioni. Kjo është në fakt e provuar. Kanë dalë dosjet doli në një media bisedat midis Belinda Ballukut, midis Belin Kolliçit edhe një drejtori të Belinda Ballukut, ku koordinoheshin protestat para bashkisë. Pra, kaq të mjafton për të parë, për treguar që opozita zyrtare e Shqipërisë aksionin e vet politike ka të koordinuar me pushtetin. Kështu që dhe kjo është pjesë e koordinimit. Ja të jap dhe një provë tjetër.
po ta mbash mend në parlament, konflikti që pati zoti Noka me zotin Sheaj, në kohën kur zoti Sheaj fliste për llumin edhe aferat e zonës Balluku, shkon në flamur Noka dhe e heq në mënyrë tribale nga podiumi i parlamentit. Pikërisht në atë moment. Pra, të tregon që një partia PSD-ja, duopoli politik siç e quajmë, janë koordinim të plot me njëra tjetrën për të penguar forcat e vogla nga avancimi politik. Kështu që edhe kjo heqja me dhunë e protestuesve të lapajt nga policia që të vitë Saliu me të vetët edhe të protestojnë aty është po prapë në kuadër të kësaj. Në fakt, Ruel, nëse qëndrojmë në këto zhvillime, dua një koment nga ju në fakt dhe e dua mbi analizën e ngjarjeve dhe çfarë po ndodh konkretisht. Duket sikur qeveria tashmë është në zgrip të saj, se zëvendës kryeministre po, një qeveri pa moral, 83 mandate që nuk vlen asgjë, duket se janë më të dobët se kur. A favorizon kjo Sali Berishën dhe a mundet Sali Berisha të rikthehet fuqishëm nga kjo situatë, si e shikon? Jo, nuk mendoj sepse morali i kësaj qeverie nuk ka rënë mbas 11 majit, morali i kësaj qeverie ka qenë për tokë prej vitesh, domethënë që kur ne pam arrestimet e një pasnjëshme qoftë zotit Beqaj, qoftë zotit Velia, qoftë zotit Koka, qoftë largimi i zotit Ahmetaj, pra këto ishin figura njerëz që Edi Rama e kishte trumpetuar në politikë dhe ishin njerëz me të cilët Edi Rama kishte fituar zgjedhjet. Pra nuk kishin figura do si do. Dhe edhe në ato kondita politike, PS-ja ishte një parti domethënë pa moral fare politik dhe sidoqoftë përballë Sali Berishës ai mori 83 mandate. Kështu që unë nuk e shoh këtë situatë më të ndryshme, e vetëm gjë që unë shoh ndryshe është nëse Spaku shkon dhe godet zotin Rama, që duket e afërt, përsëri u mendoj që pavarësisht kësaj gjëje, zoti Berisha nuk është i favorizuar, sepse sidoqoftë zoti Berisha në një farë mënyrë konsiderohet i pa preferuar në raport me zotin Rama. Nëse pastaj ka një krizë të madhe politike brenda PS-së, ka një krizë shumë të madhe politike, një lloj përplasje si në kohën e katarsis të viteve 2000, ndoshta dhe largimi i zotit Rama nga politika, ajo mund t'i hapte rrugën zotit Berisha, por unë të garantoj Armand që ne jemi një vend i vogël dhe aleatët tonë strategjik i kanë bërë mirë llogarit këtu. Më beso për këtë gjë. Dhe duke ditë që kanë bërë mirë llogarit janë që Rama dhe Berisha do të largohen nga politika shqiptare sepse ka nevojë ky vend për gjak të ri politik sepse po shpopullohet nga njerëzit. Dhe po shpopullohet prej këtyre dy mamutëve të politikës, të cilët kanë kapur çdo gjë. Ruel, në këto zhvillime, në këto ngjarje, në këtë panoramë ku mamutët politik thoni ju me të drejtë, mendoni që Spak pas kësaj goditje mund të godasë edhe djathtas? Po ka në fakt flitet që ka dosje të funksionarëve të Partisë Demokratike, është folur për disa muaj në fakt për zotin Noka, nuk e di, ai u shfaqet në Spak para disa kohësh, nuk e di çfarë është bërë me këtë pjesë, por ne dëgjojmë shumë shpesh që një teoria e Partisë Demokratike që Spaku është i kapur nga Rama etj dhe nëse Spaku ishte i kapur nga Rama, ne në fakt do shihnim goditje shumë të mëdha të Partisë Demokratike brenda Partisë Demokratike nga Spaku. Kjo nuk ka ndodhur sepse sigurisht e para një Spaku nuk është i kapur nga Rama dhe e dyta Rama në fakt ka leverdin që ajo kupore e Partisë Demokratike të qëndrojë ashtu. Për Rama nuk ka leverdin që të arrestohet Flamur Noka, të arrestohet Albana Vokshi, të arrestohet XY-Z dhe Partia Demokratike të gëloj me të rinj, sepse Rama bie nga pushteti. Rama do ata aty, domethënë, i do ata aty që ti ketë përballë dhe kaq. Kështu që domethënë këtu duhet të ruhet status quo-ja. Lufta, shiko, Spaku është bërë parti politike. E them sinqerisht gjë. Nuk është bërë parti politike sepse po sillet si organ politik, por sepse po trazon urat politike, po trazon status quo-n. Këtu mbas 11 majit ta e fjetën mendin. I fitoi Rama zgjedhjet, partitë e vogla performon shumë keq. Saliu mori ato 500-600.000 vota sa merr, do bënin reforma zgjedhore, do bënin ndryshime kushtetuese dhe do vijonte duopoli politik përgjithmonë. Amerikanët dhe europianët kanë një tjetër plan, dhe prandaj ti po sheh këto zhvillime politike që po sheh sot. Në fakt, Ruel, edhe një pyetje të fundit, miqë, besoj që e zauruan pjesën më të madhe të diskutimit.
çfarë do ndodhi me aktorët e rinj politik, se duke një situatë shumë e paqartë, gati një absurditet. Secili prej tyre qëndron i veçmas, lapaj ne kemi me zotin Shej në SPAK. Qori thot unë nuk bëhem kur me ata. Këtej Saljanin del vetëm, këta akuzojnë që e përdor PS-ja. Në anën tjetër, vula e Partisë Demokratike është në gjukat lartë. Si e shikon të ardhmen e opozitës, se këshu në këtë përshkrim që i bëra unë, gjanë mës këtërë se s'ka ku të vej, duke sikur e shqisoj si mazhoranca, po këta kanë pushtet, këta tjerë çfarë kanë. Dhe si e shikon, ose të paktën çfarë mendon se do ndodhi në të ardhmen? Shiko, unë bie dakord me vlerësimin tënd që është një situatë shumë e keqe për opozitën dhe të mos harrojmë që në sisteme si ky ynë dhe në regjime autoritare si ky i Shqipërisë, fragmentarizimi i opozitës çon ujë vetëm ke pushteti. Edhe në këtë sens, mungesa sinergjisë politike midis partive të reja, fakti që janë të ndara, edhe fakti që brenda Partisë Demokratike ka dy përplasje të mëdha, siç ti e përmendë, një është përplasja politike midis zotit Berisha dhe zotit Sajani dhe tjetra është përplasja ligjore midis zotit Berisha dhe zotit Basha. Dhe sigurisht që të gjithë këto në një farë mënyrë nuk e bëjnë pushtetin shumë të fortë. Pra çfarë do lloj dallge ti vi nga SPAK-u PS-s, PS prap është në pole position duke përdorur një term Formula 1, sepse ka një opozitë të fragmentarizuar, të dobët, të pa koordinuar, që sigurisht PS e ka bërë vetë sistemin që kjo Edi Rama e ka kopsit në mënyrë perfekte sistemin që kjo të ndodhi, domethënë ai ka punuar për të ditë, kjo s'ka diskutim. Thënë kjo, e ardhmja e opozitës nuk është e mirë me përjashtimin e vetëm nëse ne kemi një goditje të SPAK-ut në Edi Rama, që sigurisht pastaj do ta çonte Partinë Socialiste në një luftë civile, do të provokonte zgjedhje të parakoshme, dhe aty pastaj Ermal, nëse kjo do të ndodhte, ka vetëm një mënyrë se si të ndrohet dhe të ketë rotacion politik, do të ketë bashkim të gjithë forcave opozitare. Pra nëse një skenar imagjinar të pas 2-3 viteve, SPAK-u godet zoti Rama përfundon para burgim, bie qeveria, ka zgjedhje të parakoshme, në atë moment Partia Socialiste prapë mund të fitojë edhe pas zotit Rama, në rast se nuk ka një bashkim të opozitës. Pra, brenda asaj date, Partia Demokratike do të ketë leadership të ri, nuk mund të ketë mos Ari Berishën e Flamur Nokën, edhe Tedi Blushin. Partitë e reja duhet bëhen një dhe të jenë me PD-n në mënyrë që ti të kesh një qeveri me bazë të gjerë që do pasojë Edi Ramën. Kjo është ky skenar imagjinar në rast se SPAK-u bën atë që duhet bëjë, është që të shkojë ke Edi Rama. Në rast se SPAK-u nuk shkon ke Edi Rama, Ermal, unë me shumë keqardhje them që situata do të vazhdojë e njëjtë derisa Edi Rama të largohet vetë nga politika. Ruel, unë të falenderoj shumë për kohën tuaj dhe që ishe pjesë e kësaj interviste. Ermal, të falenderoj për ftesën. Kënaqësi. Të dashur miq, duke falenderuar secilin për ju që na ndoqi live në këto momente nga diaspora, por edhe nga Shqipëria, duke falenderuar secilin për ju që komenton dhe e shpërndan emisionin Sinjal nga unë Ermal Peçi në çdo frekuencë, qoftë nëpër botë, por dhe qoftë në Shqipëri apo kudo që flitet shqiptar. Komentoni, mos harroni të bëni subscribe dhe nga unë Ermal Peçi, miru pafshim dhe do të shihemi përsëri mbi emisionin dhe ngjarjet ditëshme. Natën e mirë.